Ndodhemi në sheshin në Skënderbej të Tiranës, ku edhe pse ora shënon 14:45 minuta, shohim që pjesëmarrësit e parë në këtë protestë paqësore kanë nisur të mbushin sheshin Skënderbej. Janë ish veteranë të ushtrisë shërimtare të Kosovës, familjarë të tyre, njerëz të thjeshtë. Është një protestë mbarkombëtare. Protesta është thirrur të mbahet në orën 17:00 të nisë këtu në sheshin Skënderbej. Kjo protestë do të mbahet në mbështetje të liderëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës, të cilët po përballen me drejtsinë e gjykatës speciale në Hag. Kujtojmë se kjo është protesta e tretë. Një protestë e tillë është mbajtur në Prishtinë, një tjetër në Hag dhe kjo protestë e tretë mbahet në sheshin Skënderbej të Tiranës. Është një protestë që s'ka ndodhur ndonjëherë në Shqipëri, ju do të shikoni mas një ore gjysmë që do fillojë. Nga sot e tutje ky shesh me mbrojtjen e kauzës së drejtë të luftës shqiptare të Kosovës, veteranëve të tyre dhe herojëve të tyre me kryerja shqiptare në gjykatën e Hagës, do të jetë gjithmonë sheshi ku shqiptarët do lidhen besime për kauzat e mëdha që e presin popullin shqiptar, kombin shqiptar kështu me radhë. Ne vim nga Prishtina, shkaku i ardhës sonë është shprehja e revoltës sonë ndaj padrejtësive që po bëhen në gjykatën e Hagës, kundër krerëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Keni marrë pjesë në dy protestat e tjera, njëra në Prishtinë e tjetra në Hag? Po, sigurisht, unë jam njëri prej organizatorëve. Jam nënkryetari i organizatës veteranëve të luftës Kosovës. Unë quhem Bujar Hasani, presidenti i nderit i shoqatës së ushtarakëve Skënderbej në United States. Duke parë të gjithë sensibilizimin e opinionit jo vetëm opinionit kombëtar, e kemi ndjerë për detyrë dhe obligim moral që të marrim pjesë të këtë protestë. Liri për çlirimtarët e Kosovës. Shkaku i ardhës tonë kena ardhur me bon protesta, për ashim proces që është. A keni pasur një pjesëtar të familjes që kanë luftuar për mbrojtjen e Kosovës? Po, kemi pasur pjesëtar të familjes që kanë luftuar për mbrojtjen e Kosovës. Kush jemi ne? Kush jemi ne? Lavdi të shmorëve të kombit. Lavdi! Kemi ardhur në këtë shek për të protestuar në protestën e radhës pas Prishtinës dhe Hagës, organizata veteranëve të luftës së UÇK-s, pra të gjitha organizatat dhe bashkëpunim me Unionin Artistik të Kombit Shqiptar, shoqatën Tirana dhe vjetra shoqata patriotike të Shqipërisë organizojnë këtë tufim protest me moton unë jam UÇK! UÇK! Unë jam UÇK! Liri për shërimtarë! UÇK-ja nuk ka nevojë me dëshmu se ka qenë ushtri shërimtare. Këtë e ka dëshmuar vetëm historia, e ka dëshmuar populli, e ka dëshmuar varret e dëshmuarve të kombit. E kanë dëshmuar bota mbar po në sytë e vetë krimet serbe në Kosovë. Sot përmes kësaj, gjykata të padrejta po gjykojnë jo krimet, por vetëm fajtorët janë si popull, po përpiqen me barazu viktimen me xhelatin, po duan me e njollos luftën tonë të shajt, të pasur për liri, por ne nuk do të pranojmë këtë, nuk do të lejojmë me u përllos emri i komandantëve tanë, nuk do të heshtim kur po për këtë histori të popullit tonë. Kjo protest nuk ka lidhje me politikën, kjo është protest Hashim Hoxhi!
lidhje me politikën. Kjo është protestë e popullit shqiptar në zemrat e shqiptarëve. Ne nuk po kërkojmë mëshirë, po kërkojmë drejtësi, po kërkojmë barazi para ligjit dhe para historisë. Tirana sot është kryeqyteti të gjithë shqiptarëve. Sot nga këtu, po i themi botës, Kosova ka luftuar për njeri dhe shlirim. Nuk ishim kriminal, por bie tanë të këtij kombi që dhanë gjithë shka për atë dhe. Prandaj ne deklarojmë qartë, gjykata speciale ka humbur çdo besim dhe çdo besim të shqiptarët. Proceset që po bëhen në Hag janë të një anshme dhe të padrejta të dashur shqiptar. Kjo protestë është thirrja e ndërgjegjës sonë kombëtare. Drejtësia e vërtetë nuk ka frikë nga e vërteta dhe ne jemi këtu për ta mbrojtur atë lavdi ushtrisë shqiptare të Kosovës, lavdi gjithë të shmorëve të kombit. Diri për shqirimtarët tonë, Zoti e bekon popullin shqiptar, Zoti e bekon gjithë shqiptarët ku janë, ku punojnë dhe punë dhe jetojnë. Ajo që nga ka bërë bashkë është UÇK-ja, pra UÇK-ja e lavdishme, e cila ka nënshkruar faqen më të lavdishme të historisë tonë kombëtare. Që ditën që lindi, shtypi e quajti nëntori i tretë i shqiptarëve. Por sot çlirimtarët ndodhen në Hag me akuza të fabrikura, ndërmarrje e përbashkët kriminale. S'ka gjë më absurde. Ndaj sot ne jemi mbledhur për të mbrojtur të drejtën tonë, kauzën e drejtë të ushtrisë shqiptare. Të gjithë së bashku, UÇK! Hashim Thaçi! Fatri Veseli! Jakub Kastriçi! Evgen Selimi! Të gjithë së bashku sot, ne jemi kom shqiptar, nuk ka kom kosovar, kemi lidur shqiptar, e do vdesim shqiptar. Ne sheshëm që është pastriotis me në meu, janë mbledhur për ti beslidhje të re të shqiptarve. Gjikon një histori, dhe historia jonë është UÇK-ja e lavdishme. Sigurisht për të folur në emër të familje të dëshmorëve, por dhe të shoqatës Tirana si mikpritëse, grupi organizator ka caktuar të përshëndes zotin Rushdi Keqi, ish prefekt i Tiranës, kryetari i shoqatës Tirana. Të dashur qytetarë të Tiranës, të nderuar pjesëmarrës, të respektuar vëllezër e motra nga gjithë trevat shqiptare. Sot jemi mbledhur këtu në Tiranë, në këtë qytet që ka qenë gjithmonë zemra e kombit, për të nderuar luftën e drejtë dhe të shenjtë të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Jemi këtu për të nderuar gjakun e dëshmorëve që me sakrificën e tyre i dhanë jetë lirisë së Kosovës dhe krenarisë shqiptare. Tirana ndër vite ka qenë ndjepi i mikpritjes dhe i bashkimit kombëtar. Sot, teksa nderojmë dëshmorët tanë, nuk mund të mos ngrejmë zërin edhe për 4 udhëheqësit të UÇK-s, Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakub Kastriçin dhe Recep Selimin, që mbaren padrejtisht në burgun e Hagës. Ata nuk janë kriminalë, por simbolet e lirisë dhe qëndresës shqiptare. Drejtësia ndërkombëtare nuk mund të mbyllë syt përballë së vërtetës historike. UÇK-ja nuk ishte organizatë kriminale, por ushtria e një populli të shtypur që luftoi për ekzistencë, dinjitet dhe liri. Le ta përsjellim sot nga Tirana këtë mesazh të qartë. Shqiptarët janë një në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni të Veriut dhe në çdo cep të botës. Kauza e UÇK-s ishte kauza e kombit dhe kujtesa për të do të mbetet gjallë për jetë në historinë tonë. Lavdi dëshmorëve të UÇK-s, lavdi dëshmorit të Tiranës dhe herojës Kedilaj Vladami, liri dhe drejtësi për udhëheqësit të UÇK-s. Rrov Tiranën e mikpritjes dhe bashkimit kombëtar. Rrov Kosova e lirë, rrov Shqipëria. Të dashur qytetarë
për Tiranës, Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë së Veriut, Prishtinës dhe Malit të Zi. E dashur bashkanës, sot jemi mbledhur këtu presidentin e Tiranës. Jemi mbledhur për të mbrojtur dignitetin të Kosovës. Jemi këtu për të hidhur zërin kundër padrejtisë që po bëhet bile më të mirë të Kosovës dhe të kombit shqiptar, luftarëve të UÇK-s, të cilë luftuan për lirinë e vendit. Sot jemi bashkë në Tiranë, Prishtina, e Shkupi dhe kështu qofshim për herë. Dje nga sheshi Skënderbeu në Prishtinë e sot nga sheshi Skënderbeu në Tiranë dhe nesër nga sheshi Skënderbeu në Shkup. Po ngrisim zërin për drejtësi, për respekt, për njohje të luftës sonë të drejtë, për pragun e shtëpisë, për liri e demokraci, për pavarësi dhe miqësi me Amerikën dhe Europën.